Me që dashur, tani është koha për një tjetër material të cilin ka përgatitur gazetarja jonë Sara. Kjo grua në fakt në këtë rrëfim do të flet pak më shumë për forcën e qetë të leadershipit femëror. Për cilën grua bëhet fjalë dhe çfarë do të na tregoj pak më shumë ky material, e ndjekim në vazhdim.
Me të dashur, jemi rikthyer dhe tani është koha për bisedën në studio. Në fakt, sot është ditë e hënë dhe do të flasim për suksesin e grave në përgjithësi. Sot do të flasim me një teologe për shumë tema, në fakt, nuk e kemi veç një temë. Do të flasim për rrugtimin e saj personal, pastaj edhe atë profesional, sigurisht do të flasim edhe për muajin e shenjtë Ramazanit, e krejt në fund do të lëm edhe një pjesë pak për pjesën se çfarë roli ka grua në shoqëri, normalisht në aspekte fetare në islam. Kështu që pa humbur shumë kohë, po e prezantoj me njerë teologën Fehime Gashi Jusufi. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Kështu, po e fillojmë direkt se qysh ti fillove me studimet edhe qysh zgjedhe për me u bë teologe? Bismillahirrahmanirrahim. Është interesant që Zoti Gjeleshanu i krijon njerëzit në mënyra të ndryshme dhe kanë karaktere të ndryshme, nuk janë gjithë njëjtë. Edhe për ata i kemi edhe profesionet ndryshme në botë, dikush e pëlqen ato, dikush ato. Mirë po, është diçka që unë kam pas në të rënjosur këtë profesion qysh prej fëmijërisë, se falenderoj Zotin që kam lind për një familje muslimane, që kam praktiku islamin në tërësi, një babë dhe një nanë që kanë qenë shumë besimtarë devotshëm. Inshallah Allahu i mëshiron që gjitha të mundet e sakrificë që kanë bërë për neve që na me pas një tarë të mirë prej tyne, prej veprave tyne dhe duave që kanë bërë sigurisht ata për neve. Edhe ne i vjelim tashtë edhe mirësitë e tyne. Pra, kur kam qenë shumë e vogël, nështë me thonë 3-4 vjetë, kom fillu namazin, bashkë me prindin tem, prej asaj kohë dhe me thonë e kom ditë që na duhet me pas një ritual fetar, ditor, me pas një program tjetës, se gjithherë kom pa dhe prind dhe me thonë të kry namazin. Mandej shkolla fillore, një fëmijëri elhamdulillah shumë të mirë edhe të lumtur e kam pas. Edhe shkollën fillore kam përfundu pashtu me dëshirat ndryshme, sa që shka qenë ajo si të mëson mirë, sa në mjekësi, sa më shku një profesion tjetër, mirë po qysh prej klasës të parë, unë e kam pas bindjen dhe dëshirën gjithherë me dresen. E kam përzgjedhë, dhe më thonë si profesion që të studioj për fe, se i vetëm institucion që ka mundësi njeriu me mësu fen është medresja në Kosovë. Edhe kam qenë informume gjithherë se edhe baba ka qenë me medresi lidhën, edhe vllau gjithashtu ka përfundu medresen, edhe është hoxha dhaj, doktor i fes. Edhe për atë arsye gjithherë në familje tonë ka pas një atmosferë të islamit, edhe është folë për medresen, edhe qysh prej atëherë kam vendosë që unë të studioj medrese. Po ka qenë shumë interesant që medrese nuk ka pas, kur unë kam vendosë për me vazhdue shkollën e mesme në medrese, po ka qenë dëshira ma që unë kam thonë edhe me korrespondencë kam e vazhdu. Po kur kam qenë klasën e 7, do më në vitin 1997 është hapë gjenerata e pare medresës të vajzat, edhe unë insistojsha dhe i thësha prindit, po shkoj dhe po kërkoj provimet klasës 8, e t'jem gjenerata e pare medresës, qaq prej dashurisë të madhe që kisha, që me qenë edhe si gjenerata e pare e kësaj shkollë dhe kësaj vatre dijes, po nuk e mundësi ashtu, kështu që unë jam gjenerata e 2 të medresës Alaudin në Prishtinë, në vitin 1998, edhe ka qenë periuda nashta ma e vështirë e jetës tonë që veç filloj edhe lufta, nuk na latë që me shiju dhe me gëzuat me gjitha dëshirë që hinëm për me studiu fen, për arsye se veç filloj edhe lufta 98-ën, 99 ma na zhvendosën edhe prej shtëpive dhe e mbyllëm edhe medresen. Mirë, po ka qenë shumë interesant që falë Zotit dhe i falenderojmë gjithë stafin dhe punëtor që kanë qenë medrese dhe profesorët dhe drejtori asaj kohës, Miftiu Naim Tërnova ka qenë atëherë për neve drejtor, nuk na ka lanë për me hup në atë vetë. Do më thonë, edhe pse ka qenë viti luftës, na posap ka përfundu lufta në korrekt të vitit 1999, veç kena vazhdu prap në vitin e parë, edhe kena zonë tani dikun ka tetori, kena vazhdu vitin e dytë, edhe kështu që nuk pas një hup, as një hap. Nuk kemi hup as një vit, edhe alhamdulillah që prap kena vazhdu e na rikthy me atë dëshirën e madhe prap për medresen, për studimin, për fen, se është interesant që kur studion fen, me të vërtet, ky profesion nuk është veç profesion, është edhe mision i juni. është diçka që ne e bojmë ato që kanë bërë pejgamberët tonë. Domethënë,
mënyrën se që kanë ligjeru dhe kanë thirë njerëzit në fe, pejgambert e Zotit, njëjtë mënyrë e bojmë edhe ne teologat. Qoftë teolog ose teolog. Mundohemi që ato që ndjejmë dhe e shijojmë për vete, atëherë të kënaqemi edhe të tjerët dhe të ndijnë edhe ata të kënaqësinë që na e shijojmë, se Islami është një kënaqësi e brendshme, qetësi e shpirtit, e ushqen mendjen, shpirtin, zemrën dhe gjithçka. Është një mision të cilin njeriu e bën me kënaqësi dhe e din që nuk është vetëm për këtë botë. Inshallah kemi pas shpërblimin edhe në botën tjetër. Kështu, vazhdojmë, përfundu me dresën, me një sukses shumë të lartë, mandej vazhdojmë studimet islame në Prishtinë, në Fakultetin e Studimeve Islame, edhe aty isha një studente shumë e përkushtume për me mësu fenë me detaje gjithçka, edhe aty për 4 vjetë, domethënë kam përfundu edhe Fakultetin e Studimeve Islame. Mandej në vitin e 4, nuk më dëk të bollshme, kam vazhdu dhe Fakultetin e Gjuhës Angleze në UP, po ai nuk më shkoj ashtu sikur se këto që përzgjedha me zemër qysh për infirmerisë, ai më ka mbetë në gjysmë. Mandej edhe erdhë koha një obligimi që kemi gjithë, edhe jam martu në atë kohë, kam lind 2 vajzat, mandej ka ardhur edhe mundësia për me studiu jashtë, edhe kena apliku në Turki, ka në kohën atë, ku kanë qenë, domethënë bursat, Turkia burslare ka qenë një mundësi dhe është ende që studentat shqiptarë kanë mundësi me studiu edhe në Turki. Edhe u pranu dhe burrin doktoratur, unë u pranova në magistratur, atje kemi qëndru për 7 vjetë, kemi jetu, kam studiu edhe kam lind edhe një djalë, e kështu që jam nan e 3 fëmijëve edhe mundohna që për kushtimin tim dhe mundin tim, sakrificën tim të ndaj edhe me tjertë, jetoj veç me jetën tim personale. Ti kesh me jetë gjatë fëmijët, e bane një përmbledhje shumë të mirë, zonja Fehime, po unë dashta me u kthy prapë si e vogël, si e kujton muajin e shenjtë Ramazanit, edhe a e mban mend kur ke fillu me agjeru? Unë ktheva një pikë shumë ndjeshme. Se sa herë e kujtojmë familjen e asharve që kanë në ranë luftë, domethënë ai ka qenë për mua dhe Ramazani i parë, që kam agjeru, edhe kur jemi zgjuar dhe nën syfyr edhe kemi pa dhe na qatë lajmin edhe kena marrë atë informatën se si ka ndodhur edhe okupimi edhe rrëthimi krejt familjes së asharve. Edhe tash djalin e vogël e kam shumë është i lidhur me atë dashurinë dhe flas me të shpesh për Adem Jasharin, e don shumë. E tash gjithherë ja lidhi thëm, unë kam fillu me agjeru kur ka ra dëshmorë dhe shahid edhe Adem Jashari. Ka dashuri të madhe dhe ai për me ditë se kush ka qenë, qysh ka luftu, edhe ka fitu tash një urrejtje për popullin serb, pse ka që shumë Muhamet dhe urrejnë, se ma kanë mytë Adem Jasharin, është përgjigje ati. Është e rëndësishme në fakt që ti mësojmë fëmijët që prej një moshe shumë të hershme, qoftë për gjëra historike, të kulturës, ose dhe nëse flasim edhe për fej, sa më herët të jetë mundur, aq ma mirë ndoshta me ju folë. Po gjithsesi rënjuset në mbrana vetës tyne, kur flasim nga diçka, qysh fëmijërit hershme, edukojmë fëmijët tonë, se ata duhet me ditë edhe historinë e popullit vetë. Domethënë na nuk kemi njerëz që i mësojmë veç për fe, i mësojmë për historinë e popullit, për vlerën e atë dheut që ka, vlerën që ka vendi jonë, që duhet me luftu dhe me mbrojt dhe me punu sa ma shumë për ndërtimin dhe ngritjen e këtij vendi, se kjo është emanet të cilin Allahu xhaleshan na ka kriju në këtë vend. Edhe na kena përgjegjësinë ndaj tij deri në kiamet, ndaj këtij vendi me dhënë kontributin tonë në atë fushë me çka kemi mundësi, qoftë me edukim, qoftë me arsimim, qoftë me përgatitje edhe të ushtarëve në të ardhmen inshallah, kena përgjegjësinë ndaj këtij vendi. Zonja Fehime, unë dashta me u ndal tek të rinjt, edhe sa është e rëndësishme që ata ndoshta me shfrytzu në një farë forme këtë muajin e shenjtë Ramazanit që me u lidh pak më shumë me fe, edhe ndoshta me mësu pak më shumë njohuri, sepse jo gjithë rinia shkojnë në xhami ose themi praktikojnë gjitha ritualet fetare që kemi. Po me të vërtetë në Kosovë e kemi një problem të cilin po mundohemi inshallah me dialog edhe me gjithë vullnetin që kemi edhe na si prisa fetarë ose udhëheqësa fetarë, qoftë edhe institucionet edhe Bashkia Islame, po edhe popullin përgjithësi, është kjo kërkesë e jonja që i drejtohet shtetit tash e sa vjet, që elhamdulillah ne jemi të lirë edhe jemi të lirë prej okupimit që kemi pas. Po
e kena një robëri të brendshme që s'po na liran. Çka është ajo? Domethënë është që njeriu nuk e ka kuptuar hala që feja është pjesë e jetës njeriut. Feja nuk ndahet prej jetës. Domethënë është diçka që jeton bashkë me njeriun. Arsyeja pse? Kur Allahu xhaleshanu e krijoi Ademin alayhis salam, njeriun e parë, si çka e krijoi? Njëjtën kohë krijoi edhe pejgamberi i parë ka qenë. Domethënë, bashkë me fenë islame, qysh ka ardhur, qysh prej që daton njeriu i parë, daton edhe feja islame. Domethënë, bashkë me islamin, me një program tjetës, erdhe dhe Ademi alayhis salam në këtë botë. Për atë arsye, edhe shteti jonë, edhe udhëheqësat tonë, nashta përmirësohen këtë pikë, se një, dy të më pëthojnë shtet laik. Nuk mundet asnjë njeri në botë me qëndru pa një fe. Pa më varësisht, hajde prospedon islamin, po 90% jena musliman. Se po do të me potencu nashta gjithherë, 94, 95, po silën statistikat. Mirë, s'pëdoni, pra, hajde jep një drejten pra të krishterëve, jep një drejten ortodoksve. Njeriu duhet me pas një lidhje me krijuesin e vet. Pavarësisht prej çfarë feje, prej çfarë këndi, çfarë mënyre ai i drejtohet krijuesit vet, ai duhet me qenë lidhje me krijuesin. Sepse ajo ana e brendshme jonë ja kërkon. E ndin që duhet me pas një lidhje me ato që ka kriju. Se shpirti jonë është prej Zotit, është pjesë prej Zotit. Edhe ajo ushqehet me lidhjen dhe atë connection, kur kena me krijuesin, atëherë ne jemi në lidhje me Allahun xhaleshanuhu, edhe i ndihmon qenjes njerëzore që me pas jetën më të lehtë, me pas jetën më të lumtur, me pas jetën më të balansuar. Kur na nuk jemi në lidhje me krijuesin, atëherë na kena me pas një çrregullim jetësor. Se ti s'ke po ki ku mu kap kërkon, nuk e kini litar ku mbështetesh edhe ku lidhesh. Për atë arsye, është një problem të cilin inshallah na me kohën kena me ndryshu këtë vend, edhe kanë më vëdisu njerëzit që rinia jonë, në qoftë se nuk i arsimojmë dhe nuk i edukojmë, nuk i drejtojmë ka feja, atëherë me të vërtet jena duke shku në mënerë. Ky popull është duke përfundu me të keq. E kena gjithë këtë rini. A jena populli me rini më shumë në Evropë. Edhe më të mirë t'i kena në Evropë. Si popull Zoti ka kriju ashtu. E falenderojmë ato për gjithë të mirë. Po, gjithë të mira që na i ka dhënë Zoti, do të mi ditë na mi menaxhu këto të mira. Do të mi ditë na qysh mi majtë që të rini, qysh mi drejtu, qysh mi eduku. Se këta duhet dika me shku, këta kanë me marrë një rrugë. Qofse na nuk e drejtojmë ka e mira, atëherë kanë me marrë këta një rrugë e keqja. E atëherë kena me qenë pishman, edhe kanë me organizua gjithçka shteti për mi largu prej asaj, po është e zarshme. Ma mirë është parandalimi se sa shërimi, apo? Gjithherë kjo frazë ekziston. A nis kjo duke gjetur secili individ, qoftë i ri, qoftë ndoshta edhe në moshë, a nis krejt kjo duke gjetë paqen brenda vetës edhe si ta arrim këtë përmes fesë? Po, zatën fjala islam, që do më thonë? Paqe. Për këthimi fjales islam, do më thonë paqe. Njeriu përderisa praktikon islamin, jo që ndim paqe vetëm për veten e vet, brenda vetes vet, po është në relacion edhe me të tjerët është në paqe. Nuk i hin në hak tjetrit. Apo kena problem se edhe unë i kam fëmijët në shkollë, edhe po bërë ballna me bullizëm. Fakt këtë dhe Enisa dhe më kujtu, sepse shpesh herë kemi sociolog, psikolog në studio ku flasin për problemet të ndryshme që shoqëria ka. Prandaj edhe ndoshta është e rëndësishme që ta shpjegojmë edhe përmes fesë. A më shumë është interesant që me të vërtet feja i plotëson nashta edhe aspektin social, psikologjik, pedagogjik, gjithçka. Se Muhamedi alayhis salam ka qenë mësuesi i njerëzimit. Ai na ka mësu se qysh me jetu. Para 1447 vjetë na ka mësu qysh me pas respekt ndaj njëri tjetrit, qysh mos mi hin hak njëri tjetrit, qysh me respektu njëri tjetrin. E tash në këtë kohën moderne që kemi ardhur, ja kena nis po organizojna simpoziume, debate, bullizmi, edhe se dina bledh mirë shqip se çapo do më thonë edhe kjo fjala bullizmi, po çka do më thonë? Nënçmimi për ulja e tjetrit, për krahteje. Po kush jeti ma i lartë se sa tjetri? A jena të kryun prej një babë dhe prej një nane? Prej Ademit alayhis salam edhe Havës kena ardhur, një gjenez përbashkë të kena krejt. Krejt prej kujt e kena prej ardhën? Prej dheut, prej tokës, prej lloçit që ka kriju, prej baltës që ka kriju Zoti. Domethënë, fundja fundis jemi një, gjithë. Pavarësisht arritje që i bojna në aspektin profesional, që dikush ka arritje më të lartë, dikush më të ulët, ajo është diçka tjetër, ato ekziston respekti.
për njani tjetrin. Mirë po me nënçmu dhe me përull tjetrin, vetëm si krijes e kena ndalume prej Zotit. Sepse kjo është, ti përderisa nënçmon tjetrin, e përull tjetrin. Po më thot djallë një ditë, tha mam, është një djallë ta i vogël në klasa dhe shumë tha, më ka ardhë keq, tha dhe kom dërhy, tha ati shokut që i ka thonë, tha, o, sa shumë i shkurt jeti, sa shumë i vogël jeti, tha dhe kjo një shumë mirë, shumë keq. Tha unë e dolla dhe mbrojta këtë shokën. Tha dhe fola kundrejt tina, tha i tash e ti në qofë se je i madhë, që apo do me thonë kjo, kjo i vogël ti i madhë, kjo nuk është ma i madhë për moshën që e ka. Do më thonë, ka që i vogël, e reflekton ato që e mëson edhe në shpi. Monohet me tregue që duhet me mbrojt drejtën e çdo njanit. Po edhe në qofë se si kishtin islamin në për shkollat publike. Qaja orë fetare i kish vedisu që më të vërtet njeriu nuk guxon me përull tjetrin. Se do të dojmë llogari para Zotit. Edhe asnjëherë nuk bën me përqesh tjetrin. Derisa e përqesh njeriu, e përqesh krijimin e Zotit, i Zotin një të përqesh, sa e ka kriju, se asnjë se kemi kriju vetveten. Domthon, Allahu qysh na ka kriju neve, elhamdulillah themi. Në atë mënyrën e krijimit qysh na ka falë Zoti. Kështu që kjo është një problem të cilin inshallah me futjen e landës fetare në për shkolla që bëj thirrje edhe prej këtij emisioni, inshallah do të jetë e fundit që na do të kërkojmë që më fut landa fetare në për shkolla që me përmirësu këtë popull edhe në aspektet e sjelljes të ndërsjellta edhe me njëri tjetrin, po edhe që po kena probleme edhe me mësimdhënësa. Domethënë se nuk e din as respektin ndaj atij që është veç më i madh. Lemo që është mësuesi yt, e po ta mëson rrugën e jetës, është prindi yt i dytë, se sot më shumë po rrin fëmia me mësimdhënësa se sa po rrin me neve në shtëpi. Se është zgjatë edhe orari i shkollës. Por ata duhet mi mësu dhe mi rënjos fëmijëve qysh në fëmijëri që respekti dhe edukata ka shumë rëndësi për njeriu që ai të formohet dikush të jetë më i ngritën të ardhmen. Kështu për shkak të kohës më duhet me kalu ndoshta pak prej një teme në tjetrën, unë ndoshta më të pyet sepse ka shumë keq kuptime sa i përket fesë islame. Cilat janë ato të cilat ty në fakt pengojnë personalisht mas shumë të kurin të gjënë. Sepse ta është hapësirë mediatike mund të kenë gati se gjithë, fatkeqësisht, edhe përveç se mund të dalin në media tradicionale, mund të shfrytëzojnë edhe rrjetet sociale për t'i keq informu të tjertë. Cilat ty të pengojnë mas shumë ti? Është shumë interesant që unë po jam tash edhe në media dhe kur i lexoj komentet, sidomos, që janë një tjetër e që unë asnjëherë nuk i lexoj, po më çojnë mua disa shoqet mijat e kishin bërë screenshot edhe po më dërgojnë mua. Thash, o ty as nuk jo marrën me atë pjesën, nuk kam kohë, thash më marrë me atë pjesë, as nuk i kum po këto komente. A e ke po që atë kanë shkru, a e ke po që është kanë etiketu, që kanë thonë. Thash, po këtu po shihet edukata edhe po shihet formimi i popullit tonë se çfarë niveli janë. Dhe më thonë, ato që pishohin në jashtë rrugës njerëzore, hiç të islamit, që s'është hiç njerëzore, po kanë fjalë miradije për to, pi admirojnë për sjelljet e tyne, pi admirojnë, pi vlerësojnë për shfaqjen e tyne. E unë që kam dalë me gjitha prej veshjes, e me gjitha ato mesazhet e mia që munona vetëm për të mirën e njerëzve, edhe vetëm për ngritjen edhe formimin e njeriut për një rrugë më të mirë, qoftë për dynja dhe për shpërblim inshallah në ahiret, zgjedhin fjalët më të olta dhe më të nënçmuese. Çka thonë? Arab ti shka atje, qka për etiketojnë islamin me arab, nuk e di. Domthon, halo kjo mendësi ka met në Kosovë. Edhe halo s'mujnë më na pranu neve me këtë mbulesë që e kena. Po kjo nuk është e re për neve. Kjo ka qenë traditë e popullit tonë edhe para kësaj kohës. Domthon, veshja kombëtare e Kosovë, çush është? Me shami, me atë shamin e kuqeve që ka ndru formën pak më ndryshe e rregullojnë. Domthon edhe nana tona kanë qenë me shami, edhe gjyshet tona kanë qenë me shami. Domthon, nuk e di se çka pjo do këtë shumë e re kjo mbulesa jonë. Është diçka që e plotson femrën mbulesa. Nuk është që ja hub vlerën femrës. Se mua ma ka mbyll gojen, ma ka mbyll mendjen që unë të marr dije dhe të formona dhe të arsimona në rrugën e dijes, jo. Atëherë kjo është që njeriu duhet me pranu njeriun ashtu si është. Që ta më mujt me kuptu shqiptar që unë së në të shti ty me të thonë gjithsesi edhe ti, unë jam me shami, ti do të me në gjithë shami. Jo se është zgjedhja jote, ty të pëlqen pa shami, mu më pëlqen me shami. Asoj tjetër si pëlqen në fustana, asoj në pantolla, dhe më hanë është zgjidhje që personale, veshja është diçka shumë personale. Absolut, edhe në fakt këtë nuk e kemi ndëgju asnjëherë. Dikush me shami ti thot dikujt, po m'lau edhe ti,
gjithmonë e kemi ndëgju prej njerëzve që nuk janë të mbulun edhe që i kërkojnë dikujt me e largu shamin. Kështu që është vërtet diçka cilën e kemi gati se çdo kënd edhe është një problem që ka filluar dhe veç po rritet. Ndoshta për shkak të hapësirës. Nuk është duke u ndalë dhe nuk është duke u përmirësuar, shumë e vërtet. A dalim kredi diku tjetër, unë thash në fakt që do të flasim edhe për rolin e gruas që ka në shoqëri, edhe çka thot feja islame në përgjithësi për gruan, edhe çfarë roli ka ajo. Ndoshta ti fillo prej ma thjeshtave, edhe pastaj mundemi me u ndalë dikon. Po se unë kam dëshirë gjithëherë me fol jetën reale që jetojmë. Do më thonë edhe për jetës personale timen nisna gjithëherë që gruaja ka rol shumë të madh në shoqëri. Është themeli i shoqërisë, sepse na e lindim shoqërinë, prej durve tona fillon edukimi i tyne, edhe arsimimi edhe gjithçka orientimin e merr prej nanës. Edhe pejgamberi alayhis salam na ka thonë 20 vjet para lindjes edukohet fëmia. Qysh 20 vjet para lindjes? Nëse një nanë është edukuar edhe arsimuar edhe në islam tamam me formimin e saj që si duhet, atëherë edhe fëmia ka me qenë i formuar edhe i edukuar. Për atë arsye, duhet me pas parasysh që na derisa fëmia jon është në barqet tona, atëherë duhet me pas kujdes sa i merr edhe gjithë ato ndjenja që ne i përjetojmë, gjithçka që ne kemi brenda vetes tonë, edhe ai e ndjen, edhe ai e merr prej neve. Domethënë, duhet me fillu na formimin edhe edukimin ton, që nesër pas neve fëmia qysh na shohin neve kanë me vazhdu edhe ata. Edhe roli i saj ka shumë rëndësi në formimin e një shoqërie të shëndosh. Asnjëherë nuk kemi ndëgju që një fëmijë, një familjes besimtare, muslimane, që del edhe bën një krem nashta, që bën një çrregullim në shoqëri. Gjithherë mundohen ka ajo e mira, edhe më të mirës, qoftë edhe ngritjen e aspektit të mësimit, domethënë s'kan problem, se ai fëmijë e din që ka obligim për me mësu, e din pse shkon në shkollë, e din pse është kriju. Zoti thot Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë vërtet nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit për asgjë tjetër, përveç se të më adhurojnë. Domethënë, çka është adhurim? Gjithçka, qoftë mësimi, puna, edukata, respekti ndaj tjetrit, që e bën me ndjenja që ti me kënaq Zotin, gjithçka është adhurim. Për atë arsye, asnjëherë përgjegjësia e gruas ndaj formimit të shoqërisë nuk bie. Gjithherë na duhet me qenë ato të cilat duhet më mundu që me formu një shoqëri ma të shëndosh, qoftë në përgatitjen e pasardhësve tonë, në edukimin e fëmijëve tonë, në edukimin e rinisë tonë, po edhe gjithsesi edhe ajo rahatia dhe qetësia që duhet me qenë edhe brenda familjes. Po nuk është kontribut i gruas veç brenda familjes. Ne duhet me dhënë kontribut edhe jashtë. Sot në qoftë se ti s'ishe edukuar dhe s'ishe arsimuar dhe s'kishe kry shkollë, s'kishe qenë sot një gazetare mirë. Edhe unë sikur mos t'isha shku në shkollë, edhe me bë gjithë që sakrificë që kom bë, me qenë edhe nanë, edhe më mundu me ngritë edhe nivelin e arsimimit, edhe me marrë magistraturë, edhe plus një vend huj, gjuhën e huj, gjithë shka, domethënë i kom përballu, pse? Për me pasur një kontribut në të ardhmen për qëtë shoqëri. Edhe kjo është domethënë një sakrificë të cilën e bajnë ana, po edhe inshallah e marrëm edhe atë shpërblimin, edhe respektin qoftë për këtë dynja dhe shpërblimin inshallah në ahiret, se me të vërtet femra është baza e shoqërisë. Tani, ti në fakt i përmendë që ke 3 fëmijë. Sa i ke përgadit ata për pjesën profesionale, për punën, për jetën që i pret ndoshta pasi ta përfundojnë shkollën, edhe a keni shpesh biseda se çfarë profesioni duhet me ndjek, edhe cilat pëlqejnë normalisht në kafeja? Unë gjithherë flas me fëmijë edhe i përgatitit domethënë edhe për jetë, jo veç për aspektin që tash të fesë, se zaten ata na shohin neve duke praktikuar na fenë edhe pa dyshim nuk kanë ka shkojnë negativ. Nuk kanë domethënë brenda qësoj shtëpisë kanë vepruar edhe të njëjtën inshallah edhe ata. Po sa i përket profesionit, gjithherë ju them, shihni çka doni ju mas shumti. Domethënë, profesion nëse don me pas sukses për të ardhmen tonë është që ti me dasht mas pari profesionin. Ju me marrë pse po ka nevojë ose pse po duhet për momentin po shkon ma shumë ky profesion, ose pse po ma imponon dikush se më ka thonë ti e për qëta, jo. Ma shumë se që njohëm na vetën as të kush s'mondet më na njoft. Edhe fëmija dhe i dikun e një vetën.
po prindi është ai i cili ndihmon në zgjedhjen e profesionit. Ai e merr e zgjedh profesionin, po na i ndihmojna në zgjedhjen e tij. E mojna në atë ekuilibrin që ai kur e zgjedh profesionin me qenë domethënë stabil në ato që ka zgjedh. Për shembull, vajza jam e madhe, qysh prej fëmijë nis, ajo ka dëshirën për me qenë pilote. Domethënë kjo është ajo dëshira e saj që ka lind kur kemi shku për herë të parë në Turqi, që kam shku në studime, ajo ka pas qaq prej brenda i ka ardhur ajo që kush po lëviz këtë aeroplan, kush është shoferi, çush po lëviz. Edhe më është dashur me kërku, domethënë prej stewardesëve, që m'ia tregu vendin se ku është piloti edhe me pa. Edhe në atë moment më ka thonë, a moj edhe unë me qenë si ky migra aeroplanit, domethënë më shumë të hershme u kam për ta, dykun 4 vjet i ka pas. Ka nejt e qëndrume në këtë profesion që hala e ka këtë mendim. Edhe pse është në shkollën e mesme, tash është në medrese në vitin e dytë, mirë po fakultet dhe studime donë që profesioni saj me qenë kë. Pasi jemi këto të vajza, në fakt, unë ndoshta më të pyet se prej këtyre profesioneve tradicionale që i kemi në Kosovë, a ka ndonjë profesion që feja e ndalon, po flas për këto që janë më të njohura, normalisht sepse i dim disa prej tyre që feja i ndalon. Nuk kisha pas dëshirë me hi shumë në atë pjesë, nashta është diçka që kërkon ma nivel ma të lartë një qasë kësaj çështje, edhe kisha shku ma shumë të profesionet, ne t'i vazhdojmë profesionet e cilat e dim ma shumë që janë të nevojshme për popullin dhe për ngritjen e arsimimin dhe edukimin e kësaj shoqërie. Nuk ka nevojë me shku nashta në profesionet e cilat nuk na dohen shumë. Që po i bie që ndoshta edhe ka. Ka, pa dyshim. gjithsesi. Tani jemi krejt në fund, në fakt, zonja Fehimi, edhe unë ndoshta që ti për vajzat e reja, sidomos po edhe për gratë, pse jo me pas një mesazh edhe ndoshta një informacion që ato me vazhdu, edhe me zgjedh profesionet edhe ato që ato dojnë me ba, edhe sigurisht gjithmonë duke e ndjek zemrën edhe çka ju flen atyre brenda. Unë kisha porosit gjitha vajzat edhe nonat, domethënë që çfarë do profesioni që kanë vazhdu ato, gjithherë të kanë ndërdije që Zoti është i kënaqur me këta që e kam përzgjedh apo jo. A ka dobi shoqëria për këta që jam të bë? Edhe a kam dobi edhe une, për shembull profesioni jam, të cilin e kam edhe mision që tash, është diçka që është një profesion të cilin njeriu e bën me kënaqësi. Kur e sheh sa njeri gjen zgjidhjet e tij, vjen, ndoshta është e demoralizuar prej jetës, prej sprovave, prej problemeve ndryshme që mund me pas edhe gratë edhe nana tona si çdo herë. Kur e sheh që prej teje ke qenë ti shkak që asaj u ka ndryshuar jeta, ti në telefon thot Fehimi, thot nuk e di se çfarë energjie ki dhe çka më ke bë, po unë sot jam ke dikush tjetër. Domthon, ky është një profesion të cilin edhe unë tani ndihna mirë, edhe unë kam dobi, sa ajo bën dua për mua, edhe bën dua për mirëqenien tem, përderisa unë kam qenë ndihmuese për zgjidhjen e një problemi ose një pakënaqësie që ka pas në jetën e saj, që ato të cilat kanë dëshirë me çfarëdo profesioni që është i dobishëm për veten, për shoqërinë, ne të vazhdojnë me besim në Zot, sepse Zoti çka tha, lexo dhe mëso në emër të Zotit tënd. Mos të harrojnë gjithherë çdo lexim dhe studim që fillojna me emrin e Zotit, sepse ajo ka me pas ndihmë më të lartë, edhe ka me qenë më e lehtë për ta, edhe ka me pas shpërblim në dynja dhe në ahiret, sepse kush nriset në rrugën e dijes, është nisur në rrugën për në xhenet, thot pejgamberi alayhis salam, ja lexon Zoti rrugën për në xhenet. Edhe peshqit në fund detit bojnë dua për ata të cilën mirën me dije. E sot rinia jonë, vajzat tona, çka i ka rrok, ajo derti më i madh, çka e kanë? Qysh më duket bukur, qysh më ndryshu në pamjen e jashtme, qysh më bë TikToka më të mirë se sa shoqja tjetër, e që kjo nuk ka me pas kur çfarë do bie edhe pak vite kur t'ju kalojnë, kanë me pas që s'ka me pas kur çfarë do bie prej kësaj. Gjithë kjo reklamim që i bëhet anës të jashtme, le të mundohen dhe ta përgatitin veten dhe ta mbushin mendjen e tyre me gjëra të reja dhe me dije, se kjo kam i çu përpara dhe kam i bë të lumtura edhe në këtë botë edhe në botën tjetër inshallah. Zonja Fehimi, faleminderit shumë për gjitha informacionet edhe për këtë bisedë të këndshme, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe për juve, Zoti ju dhash gjitha të mirat edhe bereqet edhe në emisionet e tjera. Faleminderit shumë. Ndërsa